Përshëndetje dhe mirë se gjemë shikues të nderuar me këtë emision të radhës Provita, të cilin siç po e vëreni, po e realizojmë në kabinetin e Ministrit të Shëndetësisë, Dr. Arben Taravarin. Me të do flasim në këtë emision Provita për atë se çfarë gjendje janë të gjitha ata të lënduarit pacientët që po trajtohen jashtë dhe në vend e që pësuan nga lëndimet në Koçan, ku e dini se 59 persona kryesisht të rinj humbën jetën në zjarrin që e kaploi diskotekën Puls në Koçan. Për atë se cili është gjendja momentale, se me çfarë protokolle po trajtohen pacientët të cilët në numër ishin prej ditës së parë të kësaj nate të kopshme mbi 190. Si është gjendja tani, do na flet dhe do na informon doktor Arben Taravari, Ministër i Shëndetësisë. Ministër, faleminderit që ndatë kohë edhe pse agjendën e stërngarkuar ju jeni gjithnjë këtu për gazetarët, për gjithsesi edhe për emisionin Provita. Faleminderit për mundësinë. Unë kërkoj ndjes që për shkak të muajit të Ramazanit edhe bashkë në kohën e iftarit edhe që lëvizim gjatë kohës e iftarit në për qytetet ndryshme, që e realizojmë këtu emisionin, kërkoj ndjes prej shqiptarëve, po besoj të ketë mirë kuptim. E vërtet që në 16 mars kaluam një tragedi të jashtëzakonshme, në të cilën atë natë, tragedia ndodhi në ora tikundi 15:03 e ka ndodhur tragedia, 59 të vdekur janë konstatuar praktikisht për 1 orë, 2 orë. E mbas asaj vetëm edhe shoferi i cili ka transportuar më shumë se 7-8 herë me veturën urgjente prej Koçan në Shkup, ndroi jetë, po jo prej lëndimeve të zjarrit të shkaktuar në Koçan, në diskotek, po prej sulmit në zemër. Kështu që janë 60 të vdekur dhe prej atëherë në klinikat në Shkup dhe në spitalet e përgjithshme në Maqedoni janë trajtuar në fillim 174 pacientë këtu. Në ndërkohë paraqiteshin edhe pacientë të ri, të cilët ne kemi bërë apel publik që të gjithë që nuk janë paraqit 1600, 1700 që të vinë, 1700, 1800, 1900 janë paraqitur edhe 26 pacientë tjerë, kështu që kemi pas 200 pacientë në përgjithësi. Normalisht të dielën mëngjes në ora 7 u krijua shtabi krizës së Ministrisë së Shëndetësisë dhe jemi munduar me këto kapacitete që i kemi, me gjitha dobësit dhe mangësit si sistem shëndetësor, po edhe si shtetë në përgjithësi, ta menaxhojmë sa më mirë që është e mundshme. E cila ishte strategjia që në fillim kishim 30 pacientë ditën e parë në Koçan. Ishin vendosur aty dhe u jepeshte ndihma e parë. Në spitalin e përgjithshëm të Shtipit kishim dikundi 58 pacientë dhe pacientët tjerë mbi 100 ishin në për spitalet dhe klinikat në Shkup. Më kur them spitalet, i nënkuptoj spitalin e përgjithshëm të Shtatori, spitalin kirurgjik të qytetit përballë parlamentit, që është edhe në për klinikat, qendrën klinike këtu në Shkup, në për plastik, toksikologji, kirurgji digestive, kirurgji të fëmijëve, në torakale, në kirurgjin torakale. Dhe jemi munduar të menaxhojmë. Atë ditë veç u paraqitëm ministri i parë që mu paraqiti Shëndetësisë ishte ministri i Bullgarisë, mbas atij mu paraqitet Ministri i Shëndetësisë së Shqipërisë, pastaj Ministri i Shëndetësisë Malit të Zim kujtohet, pastaj i Kosovës, zotëria Arben Bitia, i Serbisë mu paraqitet ministri, i Kroacisë, i Slovenisë, dhe nisën të vinë oferta për t'i pranuar disa prej këtyre pacientëve. Do të vetë janë paraqitur, nuk kërkuat fillimisht ndihmë? Jo, oferta ishte prej tyre. Natyrisht ne ishim në stres në ato momente, ishte trajtimi parë fillestar i pacientëve. Ne keni 200 pacientë, jo me patologjit ndryshme, se ne në për spitale kemi çdo ditë mundëse nga 500-600 pacientë, por me patologjit të ndryshme. Këtu ishin djegje, dhe ne s'kishim një përvojë që për njerë të vinë 200 pacientë me djegje. Ishte një numër i jashtëzakonshëm për sistemin shëndetësor. Sinqerisht parit që dërguan vetura ishin bullgarët, na dërguan 6 vetura për të pranuar 5 pacientë, dhe ne me vetura i dërguam 5 pacientët e parë në Selanik. Mandej erdhi avioni prej Serbie dhe vetura gjithashtu prej Serbie, disa pacientë në Shqip, disa
në Beograd, mandej disa pacienti disperzum në Athinë. Do më thënë, 24 pacient ditën e paru dërguan, deri në mbrëmje. Këto ishin kryesisht për në Bullgari, në Greqi, në Turqi mos e haroj, edhe në Serbi. Ishin këta gjithë në gjendje më të rëndë, më merr mendja, në shkallën e 2-3 apo jo të djegjeve. Të gjithë djegjet që ishin shkallë 2-3, dhe të cilët kishin djegje të cilët nuk i vëreshin. Ato janë në rrugët e frymëmarrjes, respektivisht në mukozën e rrugëve të frymëmarrjes. Ka pacient që, për shembull, në Selanik që e vizitova, nuk ka asnjë djegje në trup, është pacienti më i vështirë aty i hospitalizuar, që ka djegje në rrugët e frymëmarrjes. Kështu që ditën e dytë, si u liruam këto 24 pacientë që i dërguam, i morëm të gjithë pacientët për Koçanit. Nuk lam pacient në Koçan. Këtë kishim strategji ti centralizojmë në Shkup, sepse kapacitetet edhe njerëzore, po edhe në aparatur janë shumë më të kufizuara. Gradualisht ditën e dytë veç dërguam jashtë shtetit përsëri 38 pacient dhe nisëm edhe Shtipit komplet t'i pranojmë. Ditën e dytë mbrëmje, do të thënë tanën mbrëmje, ne nuk kishim më pacient që shëroheshin në Koçani dhe në Shtip. Të gjithë pacientët ishin këtu dhe jashtë shtetit. Kështu që për opinionin më të gjerë, pacientët më të vështirë janë ato parit që u dërguan. Ato janë në Selanik, në Athinë, në Sofje, në Istanbul dhe në Beograd. Mandej ditët tjera në vijim, unë do t'i lexoj sa për të falenderuar të gjithë shteteve. Në Bullgari momentalisht janë 15 pacient, në Greqi janë 12 pacient, në Serbi janë 30 pacient, në Turqi janë 12 pacient, në Hungari janë 6 pacient, në Austri janë 6 pacient, në Kroaci janë 5 pacient, në Sloveni 4 pacient, në Lituani 4 pacient, në Belgjik 4 pacient, në Itali 4 pacient, në Poland 2 pacient, në Suedi 4 pacient dhe në Spanjë janë 7 pacient. Gjithsej janë 115 pacient të cilat shërohen jashtë Maqedonisë dhe dal nga dal numri kritik i pacientëve që ishin natën e parë, flas për të dielën 16 mars, ishte diku në 23 që ishin shumë kritik. Ne atë ditë i dërguam 24 pacientë jashtë shtetit. Sot numri atyre të cilët janë shumë kritik janë 4. Fala asaj që u menaxhuam mirë, do të nuk i lam të shërohen në vende ku nuk ka kushte të mira. Fala asaj që një pjesë të madhe të pacientëve, se dikush na kritikon tash. Këtu deshta ndërhy po ju lani herë të na sqaroni po. Është e vërtetë që ka reagime të këtilla. Unë me krenari të madhe e them se sot jam shumë i lumtur që them se kemi 0 të vdekur. 0 të vdekur. Imagjinoni ne me këto kushtet tona që t'i mbajshim kretë pacientët këtu dhe të kishim 10-20 vdekur. Më thënë këto familje nuk pyesin si, ku. Ne u munduam t'i menaxhojmë. Slovenia na dha ofertë për të pranuar 4 pacientë. Do të thënë ne edhe të kishim qendër për djegje. Po se ne dikur e kishim 2013 nëse nuk gaboj. 2013 është mbyll qendra për djegje, ka qenë në spitalin e qytetit. Dhe tani nuk e kemi. Ka pas kapacitet për 2 kravat. Ja të kishim ne qendër luksoze me 6 pacientë, ne do mundeshim 6 pacientë. Slovenia na pranoi 4 pacientë, sepse edhe Slovenia është me 2 milion banor. Edhe atë 2 pacientë në Ljubljanë dhe 2 pacientë në Maribor. I shifni shumica e shteteve pranojnë 2-3. Si duket aq kanë kapacitet apo si? Në Selanik janë 7 pacientë në 3 spitale ndryshme. Në Athinë janë 5 pacientë në 2 spitale ndryshme. Do të thënë nuk janë komplet këto pacientë të vendosura në një spital. Flasim për shtete shumë më të mëdha se sa Maqedonia dhe unë e them me plot përgjegjësi me gjithë ekipin jemi munduar dhe deri tash ja kemi dalë. Tash jemi në fazën e infeksioneve si komplikimet që mund paraqitet në plagët e hapura të pacientëve të cilët kanë djegje prej dikundi 3-4% deri dikundi 30-40% të sipërfaqes trupore. Numri po e përsëris me shumë krenari, me shumë lumturi që është 0 i vdekurve. Nëse arrim ta mbajmë këtë numër, do të isha njeriu më i lumtur
në këtë shtetë. Në gjendje kritike për momentin janë 4 edhe ata pacient janë të u trajtuar jashtë vendit. Ju paralajmëruat se dita ditës edhe gjatë kësaj jave ata pacient që kanë kaluar krizën, kushtimisht themi kështu, do të kthehen këtu, do t'i mbani disa ditë nën kontroll mjekësor dhe pastaj do i lëshonin në kurim shtëpiak. Nga kjo, ne kemi edhe shumë pacient që tashmë veç u lëshuan, apo jo në trajtim shtëpiak. Çfarë do bëhet me këta? A do jeni ende si ministri, si qeveri, po dhe si përgjithësi si ekip mjekësore në përkrahjen e tyre, sepse edhe në shtëpi mund të ndodhin infekcione, jo vetëm në spitale. Sa do që ndoshta e kaluan në atë gjendjen kritike? Sipas çfarë protokolli po funksiononi për momentin? Ne si shtabi krizës veç e aprovuam një protokoll zbashku me shërbimet e përditshme të qeverisë. Normalisht ato ishin vetëm për t'i siguruar familjet dhe antarët e familjeve dhe me Ministrinë për Punë Jashtme, e cila kryesisht i mban komunikimin me konzulatet tona që i kemi, të cilat na japin informata të përditshme për gjendjen e pacientëve. Ne si staf profesional përgatitëm një protokoll sepse ja për informim të publikut, të qytetarëve, ditën e premte liruam prej spitaleve, prej shkupit 9 vetë. Duke i bërë gjitha analizat, duke konstatu se mundet lirisht të lirohen në shtëpi, dhe sot lirojmë 16 njerëz tjerë të cilat shkojnë në për shtëpitë e tyre. Faktikisht neve na mbeten dikundi 48 pacient të cilët do të vazhdojnë me shërimin. Dhe me thonë 48 janë në vend, apo? Momentalisht janë 60... Nëse lirohen këta. 14, po, mesin 48. Besoj se ditët në vijim, çdo ditë do të kemi pacientë të cilët do të lirohen. Në bazë të protokolleve, 72 orë para duhet të paralajmërojnë shtetet se i kthejnë disa pacientë, fatmirësisht për ne fati mirë që janë gjendje stabile dhe kthehen. Dhe prej ditës mërkur, te i 8 premte, presim që dikundi 8 pacientë sigurisht 8 të kthehen dhe ato normalisht do të pranohen në klinikën prej ku janë dërgu. Ky është protokolli. Klinika do të kontrollojë dhe do të bëjë triazh. Shumicën e pacientëve, pjesën dërmuese i kemi dërguar prej qendrës urgjente apo prej mjekimit intenziv apo prej anesteziologjisë, ku është reparti anesteziologjisë. Normalisht këto pacientë nuk janë për gjendje intenzive, ato mund të shërohen edhe në klinika tjera, po triazhën e kemi caktuar stafin e mjekëve, të cilët do ta kontrollojnë pacientin dhe do të tonë në toksikologji duhet vazhdojë edhe 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, sa mendojnë ato. Në toksikologji ose në pulmologji, ose në neurologji, ose në psikiatri, varësisht edhe nga patologjisë që e ka. Po. Kështu që aty minimum pacientët do të bëhen 24 orë, kjo është minimumi. Në bazë të konstatimit të mjekëve, nëse i bëjmë përsëri analizat toksikologjike dhe konsiderohet se pacienti mund të vazhdojë në shtëpi, atëherë do të lëshojmë në shtëpi. Domethënë, është e detyrueshme që çdo pacient që kthehet minimum 24 orë të kalon në njërin prej klinikave tona në mbikëqyrje, mundet edhe më shumë, 2 ditë, 3 ditë, 5 ditë, po 1 ditë është minimumi. Dhe në bazë të asaj edhe do të dërgohen në shtëpi. Unë besoj se për 2 javë deri 3 javë gjysma e pacientëve do të jenë në shërim shtëpiak, kurse dikundi 50 deri 60 pacientë, të cilët ende janë të intubuar dhe në gjendje pak më serioze, ato do duhet patjetër që të kenë rehabilitim pak më gjatë. Nuk do të shpejtojmë me kthimin e të gjithëve, nëse ka edhe të atill që mundemi t'i pranojmë ose do duhem t'i pranojmë, atëherë do të organizojmë që t'jenë në për spitalet në Shkup, ose në Tet Shtatori, ose në spitalin e vjetër të qytetit, ose në qendrën intenzive në qendrën klinike këtu në Shkup. Ka pasur edhe intervenimet e që pacient duke transplantuar lëkurën, a do kemi edhe më tepër nevojë për ndërhyrje të këtij dhe nga ana tjetër është e vërtetë që ne kemi kirurg plastik, megjithatë apo jo, kemi edhe spitalet tona, kemi mjek të fushave të ndryshme që mund t'i bëjnë gjitha këto, sepse jo rastësisht po e them këtë sepse është një ngjarje me të vërtetë tragjike, është një ngjarje me shumë pasoja. Këta pacientë, domethënë, do duhet të trajtohen një kohë shumë të gjatë, ministër. A jemi në gjendje edhe ne si vend, Veç jemi duke u organizuar. Që t'i trajtojmë dhe t'i japim ndihmë atyre nëse ka nevojë, domethënë mjekët këto
për një kohë më të gjatë, se ato plak nuk dëshirohen lehtë. Patjetër që po, këto janë fakte të pamohueshme, fatmirësisht si ministri çdo herë kemi qenë hap. Do thonë çdo gjë e kemi paraprit dhe e kemi pas situatën kështu 100% kontroll. Me ekipet psikiatrike veç ne filluam prej ditës 2-3 dhe psikologjike, ku janë psikolog dhe psikiatr. Dhe për të dhënë shërbime familjarëve, po edhe të lënduarve, me analizat toksikologjike dhe neurologjike, gjithashtu filluam prej ditës së tretë, dhe përsëri tash jemi të gatshëm që disa janë trajtuar, ju e thatë këtë, disa këtu në vend janë trajtuar në kirurgjin plastike, disa në Spitalin e Qytetit, disa në Tet Shtatori, plot pacient janë trajtuar në aspekt kirurgjik edhe jashtë vendit, dhe tash ne për momentin në Maqedoni kemi dikundi 22 kolegë prej Çekie, Izraeli dhe Britanisë së Madhe, të cilët zbashku me kolegët tonë japin sugjerime dhe i ndajnë përvojat e tyre, të cilët janë shumë më të mëdha në shtete më të mëdha me intensitet më të madh të djegjeve, për të dalë sa më mirë këto pacient. Fatkeqësisht shumica e pacientëve janë në moshtre, do të thonë prej 14 deri diku 35-6 vjeçar. Pothuajse gjithë, pothuajse gjithë, po. Mund të ketë shumë pak mbi 40 vjeçar që janë. Prandaj ky aspekti estetik është shumë i rëndësishëm për ato dhe jemi duke menduar që ato të cilët janë pak më lehtë dhe u duhet shërbime të lehta nga kirurgët plastik, t'i dërgojmë ekipe në Koçani, se kryesisht pacientët janë prej aty. Ato të cilët do t'ju duhet shërbim më të mirë ose më serios nga kirurgjia plastike të trajtohen këtu në klinik, dhe disa që do duhet të trajtohen jashtë vendit, përsëri si Ministria e Shëndetësisë do të jemi të gatshëm që t'u ndihmojmë që operacionet më serioze, që janë edhe estetike, por të rëndësishme për këtë grup moshë të njerëzve. Gjithsesi, mendoj është e pashmangshme, jo rastisht tash duhet ndihmë jashtëzakonisht, jo vetëm tani, po edhe pastaj. Patjetër që po rehabilitimi e kam thënë disa herë, për disa do zgjasë disa javë, po për disa pacient do zgjasë disa muaj ose më shumë muaj. Kështu që jemi duke menduar edhe opsionin për një spital në brendi të Maqedonisë apo në një spital special, ku do të jetë trajtimi afatgjat i pacientëve që do të kenë nevojë për rehabilitim. Natyrisht aty do të jetë edhe anesteziolog, edhe psikolog, edhe psikiatër, edhe kirurg plastik, edhe gjitha specializimet që i ka nevojë pacienti për të rehabilituar, edhe fizioterapeut, edhe çdo gjë që ka nevojë pacienti. Ministër, ju e dini se gjithë qytetarët, pavarësisht nga vendi apo jashtë ata që janë dhe në thënë mërgjimtar në vendet e jashtme, kanë shpreh gatishmëri për t'i ndihmuar këta pacient, por nga ana tjetër qeveria dhe ju si ministri thoni se gjithë familjarët që janë tash atje në vendet e jashtme dhe kanë shpenzime mjaft të mëdha, i keni mbuluar. A mund të na sqaroni si është kjo gjendje dhe sepse tani gjithë jemi në një mënyrë apo tjetër, kush si mundet të gatshëm për të ndihmuar. Cili është komenti juaj lidhur me këtë? Si do funksionon kjo? Si po funksionon? Dhe deri kur ata do kenë nevojë për ndihmë materiale dhe për ndihmë mjekësore, pavarësisht edhe shumë kohë gjatë? Solidarizimi ka qenë i jashtëzakonshëm në vend dhe prej jashtë vendit. Prej kompanive private, prej shoqatave jo qeveritare, prej njerëzve të rëndomtë, prej institucioneve shtetërore, kështu që ne si qeveri ditën e dytë pas tragjedisë, domethënë në 17 mars kishim një mbledhje së bashku me kryeministrin dhe ministra që jemi të involvuar në këtë tragjedi. Vendosëm që donacionet, se paratiteshin edhe te unë, edhe te kryeministri, edhe te ministra tjerë, njerëz që duan edhe të donojnë. Ne vendosëm që të gjitha donacionet të shkojnë me një institucion, me një shoqat jo qeveritare që është kredibile, që shkojnë nëpërmjet Kryqit Kuq. Të njëjtën mbledhje thirrëm edhe drejtorin e Kryqit Kuq dhe i treguam se çdo kush që na paraqitet, ne do t'a japim xhiro llogarin, kërkuam prej atyre të jenë transparent, ta mbajnë atë kredibilitet që e kanë në shoqëri dhe ato të jenë ato të cilët pastaj do t'i menaxhojnë situatat që ka nevojë për t'u ndihmuar. Por qeveria, pavarësisht prej për momentin kush po kujdeset për ata familjarë që janë në vendet e jashtme, që duan të jenë afër fëmijës edhe të rritur, pacientit, se megjithatë janë të rritur apo jo. Po në të njëjtën mbledhje sollëm vendim, sepse nuk janë vetëm shtetet fqinje, po ka edhe shtete që janë larg. Vendosëm që qeveria
i mbulon nëpërmjet shërbimeve të përgjithshme të qeverisë, të siguron bileta kthyese për minimum 2 antar të familjes. A do të jenë prind apo dikush tjetër, minimum 2 antar. Nëse do edhe një mund shkoj, po minimum 2 ne t'i mbulojmë dhe një shumë parave që t'u jepet atyre për paguajt vendqëndrimin, ushqimin, harxhimet që i kryen. Do me thënë, qeveria i mbulon shërimin, edhe pse shumica e shërimit është pa falas për shteteve që kanë afrondim, rrugtimin, rrugën për 2 prej antarëve të familjes, për të shkuar edhe për të kthy, dhe 3 eventualisht harxhimet për qëndrim dhe për ushqim dhe harxhimet tjera të cilët i kanë në qëndrimin në shtetet e huaja. Domethënë, komplet këto harxhime nuk është prej kyçit kuq, po janë të mbuluara prej qeverisë. Kështu që qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë janë munduar që askush prej këtyre mos jetë në gjendje, dikush prej familjarëve thotë nuk mund të shkoj, ose nuk kam mundësi, ose nuk kam si i paguaj harxhimet, asgjë praktikisht ato nuk kanë nevojë që të harxojnë në shtetet ku shërohen pacientë. A do jeni për ta aty edhe nëse trajtimi i pacientëve zgjat ndoshta edhe me muaj? Jemi duke e biseduar edhe këtë, domethënë disa pacientë padyshim që do të kenë nevojë për të qëndruar mundse të intubuar pak më gjatë. Aty ne mendojmë se një periudhë do ta lëm, por nëse kalon një periudhë më të gjatë, do të sigurojmë transport dhe do të mundohemi që shërimi i tyre të vazhdojë në institucionet që thash mund t'i bëjmë speciale këtu me kushte të caktuara, që i plotëson kushtet ashtu si duhet, dhe mos i lëm familja të qëndrojnë 1 muaj, 2 muaj, po edhe pacientë. Sepse edhe në Shkup, Prinko Qandiri, këtu është problem, lire në vendet e jashtme. Pajtohem plotësisht, prandaj deri 1 muaj, 4 javë, do të jetë një limit kur do të ulemi dhe do ta sjellim vendimin definitiv. Për shteteve ftinje edhe nuk e kemi shumë problem. Këto që janë në Greqi, Bullgari, Turqi edhe Serbi, Kroaci, Sloveni, nuk janë ndonjë problem. Po për shteteve tjera në parim do të mundohemi që krejt t'i kthim, a këto që janë më afër me shtetet ftinje dhe mike që i kemi, do të bisedojmë që ato që janë më të vështirë ta shohim se do ta menaxhojmë situatën. Ministër, sa familjarët kanë ndoshta kritika, ankesa në adresë të Ministrisë të Shëndetësisë, po flas për Ministrinë e Shëndetësisë. Deri tani në rrjetet sociale nuk kam vërejë ndonjë se i keni lënë pacientët jashtë dorës, si mjek, si fedhë mjekësore, si Ministri e Shëndetësisë. Domethënë si ekip flas, nuk flas si individ. Kemi komuniku. A ka ndonjë vërejtje? Deri tash nuk ka pas vërejtje, domethënë jo vetëm këtu, unë kam shkuar edhe në Koçani, edhe në Shtyp, edhe këtu në 3 spitalet, pa kamera, pa fotoaparate, pa informata, i kam vizitu, kam bashkë bisedu me familjarët, jemi mundu të jemi transparent, të dijen spitalet ku shërohen, emri mbi emri pacientit, pse nuk është etike ta nxjerrim edhe nuk e kemi nxjerrë, veç spitalit e kemi nxjerrë, numër kontakti në atë spital familjarët nëse duan të komunikojnë. Gjithashtu ditën e martën e kaluame para 6 ditësh, së me ministrin për punë të jashtme, i vizituam pacientit në Selanik, në të 2 spitalet, edhe spitalin ushtarak, po edhe në spitalin Papa Nikolau, prej aty vazhduam në Sofje, edhe aty ishim në spitalin ku qëndronin 9 pacientë tonë, për Varna edhe Plovdiv nuk shkuam, pasi ministri punëve jashtme vazhdoi për Beograd, Kroaci dhe Sloveni, aty unë nuk mundesha duhet të kthehem këndej, Lishova ishte zavendës ministri gjithashtu në Serbi. Tash sot është ministri punëve jashtme se jemi në komunikim të vazhdueshëm në Hungari për të marrë informata. Zavendës ministria për shembull e mbrojtjes gjithashtu në Bruksel ishte në vizitë të rastishme edhe ajo shkoi i takoi familjarët dhe pacientët. Kështu që spaku atë që na e thonë neve, familjarët, janë super të kënaqur prej trajtimit të njerëzve, prej personelit mjekësor jashtë shtetit edhe brenda këtu në spitalet tona, nuk ka pas ndonjë vërejtje prej ndonjë prindi që ka mbritë unë, nëpërmjet porosisë, nëpërmjet telefonit. Rrjeteve sociale. Rrjetet sociale realisht s'mund t'i ndjekim gjitha,
Po në komunikim të vazhdueshëm me ato i kemi brifu, i kemi informu, vazhdimisht i kemi taku, kemi qenë afër atyre. Sot, për shembull, disa prej pacientëve të lëshoheshin personalisht i kam taku, i kam përshëndet, u kam thënë që jemi të hapur përsëri këtu për çdo gjë që mund të ndihmojmë si Ministria e Shëndetësisë. Mendoj se jemi mundu në këto kushte dhe në këto rrethana ta japim maksimumin tonë. Tash mund të ketë edhe kritika, edhe vërejtje, edhe normalisht edhe të ketë, por kjo ishte atë që mundesh. Po. Dhash Zotit përfundon sa më shpejt, kthehen gjithë pacientët nga jashtë në vend, trajtohen dhe sa më pak pasoja, por thatë jemi munduar. Nëse eventualisht gjatë më tepër, ju e dini se në çfarë sistemi shëndetësor ne qytetarët po trajtohemi këtu, ata duhet një trajtim më specifik dhe besoj se dua ofroni, se askush nuk është kundër, por sinqerisht po ju pyes, a do jeni çdo herë kaq transparent dhe pranë gjithë atyre që do ke nevojë, sepse dini se tani më veç duhet funksionoj klinika, qendra, spitalet, edhe për smundjet e tjera. E këtu ndoshta eventualisht mos do të ketë ndonjë lëshim të lëshohen anësh, të lihen anësh. Opinionin vetëm se prit mërkurën programet e rregullta nëpër klinikat tona funksionojnë. Në çdo spital dhe çdo klinik. Domethënë pacient dihet janë në 8 shtatori, dihet në spitalin e përditshëm të Shkupit, dhe këtu janë tash 24 pacientë. Domethënë ne vazhdojmë funksionojmë me programet për smundje të tjera, çdo gjë nëpër klinikat. Çdo gjë është në rregull. Të plot vetëdijshëm se disa prej pacientëve do të kenë shërim dhe nevojë për shërbime shëndetësore pak më gjatë. Jemi duke i shqyrtuar gjitha opsionet si të kushtojmë atyre vëmendje maksimale, si t'i rehabilitojmë maksimalisht që mundet, dhe në ndërkohë të funksionojë sistemi shëndetësor pa probleme. A është e mundshme kjo, gjithsesi që po, ne nuk jemi as Suedi, as Norvegji, se ato kanë sisteme shëndetësore përkryera, mund se më të mirat në botë, por në këto kushte që i kemi, aq sa mundemi të investojmë në klinikat dhe spitalet ekzistuese, do të mundohemi të japim maksimumin ton, dhe them sot numri i të vdekurve është 0. Po. Por kjo është një lajm i mirë. Por unë s'dua këtë shpesh kujdesem ta them këtë gjë, sepse infeksionet, komplikimet, çdo gjë është e mundshme, por periudha e krizës ishin 7 deri 10 ditët e para, krizës më të madhe. Po përsëri nuk përjashtohen mundësit për komplikimet e lloj-llojshme e kryesisht të infeksioneve. Tash ne i kishim 23 raste shumë të vështira, tash jemi në 4 raste shumë të vështira, të cilat kryesisht problemin kryesor e kanë infektimin. Infeksionin, i cili është problem dytësor, nuk është problemi bazë për cilin është dërguar. Por mund shkakton komplikime serioze? Definitivisht po, mund shkakton komplikime shumë serioze. Ne urojmë dhe shpresojmë që kolegët tonë jashtë shtetit të japin maksimumin e vetë dhe dash Zoti që ta mbajmë këtë numër që mos ketë njerëz që kanë ndruar jetë. Ministër, ne tash ndoshta është pa falemndruese të flasim në këtë gjendje për atë se çfarë gjendje momentale jemi, domethënë në sektorin e shëndetësisë, po fatkeqësisht u desh ndodh një tragjedi, një natë e kopshme e tillë që merr me vete 59 persona kryesisht të rinj dhe pastaj të kemi telashe apo jo me trajtimin e tyre, mbase sipas jush dhe sipas asaj që po shohim çdo pacient e mori trajtimin mjekësor sipas gjitha protokolleve, por sa tash e tutje do punoni në drejtim të ndoshta rikthimit të një qendre të tillë ose thjesht të jemi të organizuar si shtet, si vend, si Ministri e Shëndetësisë, si ekip mjekësore, për mos dash Zoti ndonjë tollovi prap ose ndonjë ngjarje tragjike të këtij. Unë e them me plot përgjegjësi, para një muajsh për afërsi në shkruajtëm një memorandum bashkëpunimi me Sloveninë dhe me Ministrin e Slovenisë, mbas asaj u ulëm për të pi një kafe dhe ajo u interesu në fillim sa është buxheti i Maqedonisë për shëndetësinë. Unë e tregova se buxheti i Maqedonisë për shëndetësinë është më pak se 1 miliard euro, po është më shumë se sa vitin e kaluar. Do të thënë si vjet
harxojmë pak më shumë në shëndetësi se sa vitin e kaluar, gati se 10% më shumë. Në ndërkohë, ishte pyetja reciproke sa Slovenia harxhon për sistemin shëndetësor, dhe përgjigjja ishte 6 miliard euro. Faktikisht Slovenia dhe Maqedonia janë dy shtete me numër të banorëve mos themi identik, po të ngjajshëm, me sipërfaqe të shtetit të ngjajshëm, dhe ato harxojnë 6 miliard, ne harxojmë 1 miliard. Edhe të jesh magjistar, është e pamundshme me këto resurse financiare që i ke, brenda 1 viti, 2 vitesh apo 3 vitesh të bësh mrekulli në këtë shtet. Po e them, diçka donacione, diçka vullnetarisht njerëzit, diçka shteti, duke kursye, duke investu, duke u mundu gradualisht aty ku janë prioritetet për ta përmirësuar situatën, por gjithnjë në bilen qeveri unë perceptohem si njeriu që kërkon 2000 punësime, 600 specializant, 1200 staf tjetër teknik edhe mjekësor, që kërkon më shumëti, po vërtet gjendja është alarmante. Gjendja është e jashtëzakonshme. Kemi reparte dhe spitale që kanë tendencë për të mbyllur, sepse nuk ka motër medicinale, nuk ka teknik, nuk ka laborant. Nuk flas për stafin administrativ, është e parëndësishme. Kemi reparte në Maqedoni, në Brendi sidomos, jo në Shkup, që s'kan specialist, dhe repartet ka gjasa që të mbyllen për 6 muaj, 1 vjet, plot kolegë shkojnë penzion e 3 nuk mund të pranojmë. Edhe këto 1800 punësime, për shembull, përjetohet prej dikujt se shumë punësojmë në shëndetësi, nuk punësojmë në për dikastere tjera. Natyrisht, unë si ministër i shëndetësisë kam insistuar dhe vazhdoj të insistoj që të ketë investime më shumë për kushtet në për spitalet tona. Natyrisht, kur kërkon të 1/5 e buxhetit shkojnë në shëndetësi, dikush edhe nuk donë që mendoj prej ministrave tjerë, mendoj se kemi edhe prioritete tjere. Po më prioritet se një... Dëgjoni, në qoftë se e dëgjoni policin, policia thotë ka... Një me banor të shëndetshëm nuk ka, jo rasti çdo urat është fillimisht shëndet, e pastaj të tjera. Prandaj padyshim, normalisht janë bërë lëshime, po bëjnë lëshime, besoj që keni ndonjë strategji. Ai policisë insiston për Ministrisë për Punë Brendshme, insiston për atë ushtrisë, për veten, pushtetit lokal, për ministrinë e vet. Kështu që buxheti jon i përgjithshëm është më pak se sa buxheti që Slovenia harxhon vetëm për shëndetësi. Edhe tani do bëni përpjekje që ta arrisni? Do të mundohemi me këto resurse njerëzore dhe financiare që i kemi, maksimumin ta bëjmë, mrekulli nuk pritet, po është e pamundshme. Unë them disa klinika që veç i promovuam, për shembull kirurgjinë digestive, urologjinë, infektologjin, jemi të punuar për salla të reja në 8 shtatori, salla kirurgjike gjithashtu këtu, intenzivja komplet renovohet në qendrën klinike në Shkup, investime në Tetov, në Likov, në Gostivar, në Veles, në Shtip, në aparatura të reja, aq sa mundemi, po s'du njerëzit që të presin mrekulli se vërtet është e pamundshme me këto resurse financiare që i kemi. Nëse përmbyllim çështjen e gjendjes, domethënë rasti tragjik apo jo, për trajtimin e pacientëve, përfundimisht një mesazh në adresë të familjarëve, në adresë të gjithë qytetarëve të vendit, sepse me të vërtetë ishte një tragjedi kolektive, nuk ka njeri që nuk pati empati, nuk ishte i gatshëm të ndihmoj dhe nuk u prek. Lirisht mund të them se edhe nuk ka njeri i cili duket që nuk ka qajt kur ka dëgjuar këtë lajm, që pastaj të kthehemi edhe në dy çështje tjera. Po, ky rast tregon sa jemi human mes nesh dhe sa solidarizohemi mes veti. Unë e them edhe në Koçani, kur shkova në spital, drejtoresha më thoshte habitem, prej nga dolën disa motra medicinale që s'punojnë këtu. Prej qyteteve rreth e përqarë. Dhe mjekë që vullnetarisht kanë ardhur për të ndihmuar. Gjithashtu në Shtip, gjithashtu këtu, të dielën ne mos them plot mjek mu paraqiten si mund të ndihmojmë. Plot motra medicinale porosimora, a ka nevojë dikundit të jemi edhe pse s'jemi në punë. Dhe mendoj se stafi mjekësor ka dhënë maksimumin dhe unë publikisht dua t'i falenderoj. Familjet për Koçanin është punë shumë e dhimbshme. Unë si kryetar komune kalum
tragedinë e Laskarcës. Fatkeqësisht Maqedoni për 5-6 vite ndodhin kështu. Kjo është tragedia e 4 e këtij lloji, modularja Tetov, po Besatransi, dhe përveç durimit dhe fillimit të reformave dhe luftës kundër korrupsionit, unë nuk shoh mënyrë tjetër se si ta tejkalojmë këtë situatë që mos kemi një Laskarës tjetër, një Koçan tjetër, një Besatrans tjetër, një modulare tjetër. Duhet të jemi shumë vigilent dhe t'i hapim sytë se vetëm me vendosje të rendit dhe rregullave dhe zbatimit të ligjit mund të kursehemi që mos na përsëriten tragjedi. Çka ose si do e kishit komentuar ju vetë thatë se keni pasur domethënë reagime nga kolegët e juaj, nga mjekët, të cilët me të vërtet kanë mundur dhe e kanë parë veten të gatshëm për ta menaxhuar këtë gjendje të rënd për trajtimin e pacientëve i dërguat jashtë. Në emër të atyre që ndoshta e kritikuan këtë. Çfarë do kishit thënë, jeni ministër megjithatë? Unë e di se çfarë do qoftë që të bëjshim, do të kishim kritika, edhe kritika është puna më e shëndetshme që mund të ketë me një shoqëri. I kishim 2 opsione, 2 varianta. Varianti i parë ishte që krejt t'i mbajmë në Maqedoni, t'i refuzojmë krejt, domethënë këto ofertat për ndihmë. Mundeshim ta bëjmë këtë. Me djegje 200 pacient, a është e gatshme është i gatshëm sistemi shëndetësor Maqedonit ballafaqohet. Unë them jo. Në atë opsion unë ju garantoj se sot ne do të tregojshim numrat e të vdekurve. A 15, a 20, a 30, nuk e di. Po, do të kishim edhe 30 familje, apo hipotetikisht 15 familje që vuajnë se kemi plus vdekur. Çdo ditë do të tregojshim edhe jose sistemi zbën shëndetësor. Po thjesht është e pamundshme të ballafaqohesh me këtë fluks të një patologjie të caktuar për cilën ti pret në ditë ose në vit 10 pacient trajtohen, jo më shumë. Ti në ditë ke 200. Dhe opsioni i dytë që e zgjodëm ne, që sot kemi vetëm 4 pacient kritik dhe plot që kthehen. Rezultoi pozitivisht. Po, mund të themi kështu. Për mua tash disa mund të ju kështu, ju kreti pranë. As pak se kam problem, për mu me rëndësi është sa më pak ose hiç vdekur. Në qoftë se ja dalim, kritikat janë super të mirë se ardhura, shpresojmë dikush më mirë në të ardhmen ta menaxhojë shëndetësinë dhe të hecë punën më mirë se sa që mundemi ne, po unë do isha shumë krenar që në fund të ditës të kemi sa më pak vdekur ose hiç vdekur. Fatkeqësisht, në gjithë këtë fatkeqësi dhe tragjedit të madhe, ne patëm edhe një rast në Kumanov, për gabim të mjekëve thuhet ashtu, ju jeni tani ministër, ndoshta i dini detajet të vdiq 32 vjeçar, për shkak se u bë lëshim, domethënë gjatë trajtimit. Si do i kishit për hir të gjithë shikuesve? I sinqert deri në fund për ta sqaruar. Domethënë Vedat Ademi ka vdek prej shokut anafilaktik. Shok anafilaktik ndodh edhe në Bruksel, edhe në Washington, edhe në Suedi, edhe në çdo kund mund të ndodhe. Inspektorit sanitar me njerët nesër me shkoj dhe pa do lëshime organizative. Prandaj edhe u shkarku drejtori me njerët nesërmen. Tash ne si ministri caktuam komision prej 5 antarëve të cilët janë mjek, të cilët duhet ta konstatojnë a ka gabim profesional. E shoh se disa thujnë në qoftë se ka gabim profesional, Taravari ka thënë do ta marrë licencë. Mundësitë e ministrit të shëndetësisë janë për ta marrë licencë. Materiali në qoftë se ka gabim mjekësor, shkon në prokurori. Në qoftë se dikush pret, unë ta luaj rolin e prokurorit, gjykatësit, policit, edhe tom sot se ky ka gabu edhe këtë njeri do ta burgosi. Gabim e ka. Domethënë, ministri i shëndetësisë e inicon për procedurë për të konstatuar ka gabim mjekësor. Në moment që caktohet gabimi mjekësor, ministri i shëndetësisë maksimumin që mund ta bën është t'ia merr licencën dhe materialet t'i çon në prokurori. Prokuroria të ngren procedurën gjykata ta konstaton, cilët vendim gjykate e mandej të procesuohet me Ministrin për Drejtësi, në qoftë se ka nevojë të burgoset njeriu. Në qoftë se dikush pret që unë them se do ta vrasim atë njeriu,
Kjo është e palogjikshme. Them se do ta burgosim, është e palogjikshme. Unë e bëj atë që duhet ta bëj. Prokuroria dhe gjykata duhet në fund ta vendosën, prokuroria të heton, ne materialet i sigurojmë, atë do ta sigurojmë 100%. Edhe ndruat dhe drejtori. gjykata duhet ta sillë vendimin. Ju e ndrua drejtorin, ashtu po? Drejtorin të nesërmen e ndrova, u emru drejtori i ri, do me thënë, jo ditën që ndroj jetin djeri Vedati, po të nesërmen e ndryshova drejtorin. Minister, krejt për fond, e kam domos do t'ju pyes edhe unë, edhe pse emisioni Provita, do me thënë, është planifikuar live, ne ju falenderojmë që ndatë kohë, do me thënë, na mundësoni këtë intervjist dhe këtë emision këtu, por me gjithatë prej mbrëm po flitet, po shkruan në rrjetet sociale se po pritet dorëheqje e ministrit Taravari. Çfarë do thoni këtë drejtim? Kjo është dezinformat, unë tash për tash jam i fokusum realisht në situatën në Koçan, po edhe problemet tjera shëndetësore, nuk e kam plan që të dorëhiqem, po me vendos eventualisht e tregoj, po tash për tash asë që e kam mendu, ne vazhdojmë me aktivitetet tona fuqimisht, tash jemi të përqendruar kryesisht në kthimin e pacientëve, në gjetjen e një objekti ku do të bëhet rehabilitimi i pacientëve të Koçanit, po edhe me renovime dhe investime tjera të cilat i kemi planifikuar në shëndetësi. Kështu që si konstatim, kishin thënë 2 prill, unë kam punë shumë më të mençura për momentin se sa të jap dorëheqje prej Ministrit të Shëndetësisë. Zoti më dhash, ndodh një gabim, një lëshim që si Ministri i Shëndetësisë ndjej obligim moral për dhënë dorëheqje, aty jam. Po tash për tash, unë nuk shoh në këtë rast që ka pas një lëshim prej Ministrit të Shëndetësisë që të jetë i detyruar për dhënë dorëheqje. Minister, ju faleminderit që ndatë kohë mundësuat realizimin e këtij emisioni. Shpresoj se edhe më tej, si deri tani, do të bashkëpunoni me mediat, por gjithsesi edhe me programin tonë dhe me ekipin e emisionit Provita. Faleminderit për mundësi. Faleminderit. Falemnderimet shkojnë normale edhe në adresë të juaj shikues të nderuar që na ndoqët. Gjithashtu falenderoj edhe kameramanin Valonin dhe Besimin, të cilët ishin këtu sot me mua dhe me Ministrin e Shëndetësisë Arben Taravari.